Për të përkujtuar figurën e nderuar të handbollit shqiptar Nikolin Karroca nga Kosova, ka ardhur një delegacion i zgjeruar i veteranëve të handbollit me kryetrajnerin Ismet Juba. Ismet, për disa vite më radh jeni prezent duke nderuar të figurën. Shumë vite prej mas luftës jem këtu, ky bashkëpunimi ynë që u nis, njerë me ekipet e handbollit, me ekipin e boksit, futbollit e tjera. Na tash këto vitet e fundit jem të ardhur për me nderu figurën e të ndjerit Karroca, pos drit, na çdo herë kur jem ftuar do të vim këtu, po edhe pa ftu këtë miqësi që e kemi me Shkodrën në përgjithësi, po edhe me ekipin e Shkodrës edhe me gjithë kemi me vazhdu kështu brez mas brezi. Vonë kur jeton të dhe ishte aktiv në handbollit, ju keni pasur bashkëpunime me të ndjerin Nikolin Karroca? Po kemi pas si bashkëpunime me pas si president. Edhe si president, edhe si sportist. Ai është një figurë që na ka me gjithë në kujtesë se kohët e fundit ai edhe e ka ndihmu ekipin e ju kështu se për me ekzistu kështu, e ka ndihmu si biznesmen, po edhe kontributit tina si lojtar dhe si kryetar i klubit ka dhënë kontributin e tina, ndjes post. Ndërkohë, ballafaqimi i veteranëve Shkodër Feriza ishte interesant. Fitoi me 2 gola diferencë Shkodra. Aty jem, tash të këta s'ka pas vite janë kërkesa ime ka qenë dhe lojtarëve edhe me profesorin biseduam pak më parë që mos mu lëndu në njeni se pa pregaditje rinë dhe profesorin e keni ndeshje mjaft simpatike për mu.